Sali Berisha dhe Flamur Noka bëni publike kontratën e Chrysler Civitas dhe Paul Manafort, përderisa ju keni dhënë $6 milion këtyre të Rubios, është e domosdoshme për të gjithë të dimë se sa po jepni këtyre të tjerëve. Është një 6 milion tjetër, 10 milion. Çfarë do qoftë shuma, votuesi duhet ta di përpara 11 majit. Publikoni kontratën që firmosët në 10 shkurt. Për 2 javë janë zgjedhjet. Boll gënyet që doni të bëni transparencë. Tani, Evi Kokalari, një nga personat më ekselent të foltores dikur që krijoi perceptimin publik që doktor Berisha do rikthehet, dhe në fakt do rikthye. Dhe jo vetëm që do rikthehet, por do rehabilitohet në Partinë Konservatore të Re Amerikane që do fitojë zgjedhjet. Ishin 2 vite para zgjedhjeve dhe parashikoi fitoren e Trumpit. Tani është bërë një opozitare pa parë ndaj doktorit, jo me pushtet. Po hedh një provokacion, hedh një pyetje, që unë e hedh panelit, po dëgjoj, mirë kjo 6 milionëshe për lobim që u firmos, po tha, nuk e di se kush do ta gjej lekët, o patriotët, o shqiptaro-amerikanët, nuk e di se si, o dikush që ka lek punë e tyre. Garancët janë, garancët është që të thonë e kam qeva. Elektricisti. Seqi. Që lakë qovë, nuk mbushin ajo, i në Seqi paguan. E pa partë. Me qëti paguj. Me qëti paguj. Ato e dia Isa, i ka firmon. Pa për ne ka ik me pushime. Nuk do kështë e vërë. Tani Kokalari thotë që... A i ka morë paket me pushimeve që të vej emri? Sa i keni dhënë dhe la Civitës, sot tani? Se të kjo 6 milion që përfshihet honorari Civitës, apo keni dhënë dhe 6 milion të tjera. Pra, hedh atë pikpyetjen, mos janë 6 e sjaroj, zoti Berisha e sjaroj që tha për La Civitas do të ketë publikimi një kontrat tjetër që ka një pagesë më vete. Patjetër që ka dhe është pagesë tjetër. Atë tha do ta paguaj Partia Demokratike. Berisha atje përmendi dhe një shprehje që tha ne po lobojmë tha për të çmontuar tha ose për të larguar nga Shqipëria narkodiktaturën. Tani, me këtë narkodiktaturën, ky zotëria bëri kodin zgjedhor, bëri amnistin fiskale, ka bërë marrëveshjet, është drejtuar për të marrë sa leje miqtë e djalit vet, për të ndërtuar ca kulla në Tiranë e tjera. Tani, dhe nga ana tjetër, dele flet për korrupsionin dhe shpenzimet e larta qeveritare me të drejtë, se janë të tilla, dhe vetë bën në opozit në një parti të varfër të shkalafitur për 12 vjet me këta njerëz të lutem mos më ndërprej këtu me këta njerëz të cilët janë lodhur maksimalisht në 12 vjet. Jo, ja ta them le ta them se ta them se unë të vi kur flas mendoj dhe çdo më reagosh ti. Okej. Pse është e varfër? Është e varfër sepse të gjithë ata njerëz që vinë në protesta, në mitingje, vinë me bukën e gojës, e kupton? Kush sa që vjen me bukën e gojës? Unë kam qenë organizator kam prur vetë. Dhe sa vuajnë ata kryetarët, ata drejtuesit për t'i prur. Ama elita e Partisë Demokratike tani që dalë atje kudo syçi, është shumë e pasur. Ata për të bërë revolucionin, blindojnë për të bllokuar ato rrugët, blindonin rrugët me xhipa $200-300.000. E kupton? Pra, dhe bëjnë këto aferat e mëdha me oligarkët, me kullat e tjera tjera. Ky është paradoksi këtu. Dhe vim tek ajo shpreha që thot populli, nëse plumbi del me plumb, korrupsioni qeveritar nuk del me korrupsion tjetër qeveritar edhe më të madh apo edhe më të fortë se sa ai i mëparshmi.